Në vizitës së presidentit KS Kosta në Tiranë për mesazhet që ai dërgoi nga këtu, por edhe për procesin e integrimit të Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, do të bashkëbisedoj me kënaqësi me zonën Klodiana Peshku, eksperte integrimi. Të përshëndes, zonja Peshku, faleminderit, kënaqësi. Kënaqësia ime, faleminderit për ftesën. Për ju, çfarë do thot vizita e Kostës në Tiranë dhe si duhet i lexojmë mesazhet e tij, foli për krimin e organizuar, për korrupsionin gjithashtu? Unë do të veçoja dy element kryesor në konferencën për shtyp që presidenti i Këshillit Evropian dha së bashku me kryeministrin. Ai tha se zgjerimi është një investim gjeostrategjik nga ana e BE-s, pra tregon për rëndësinë që tashmë që prej luftës në Ukrainë, prej Rusisë ka marrë rajoni i Ballkanit Perëndimor dhe njëkohësisht nuk duhet harruar se ky është një proces edhe i bazuar në merit. Pra, BE-ja gjithnjë e ka theksuar që nuk mjafton vetëm interesi gjeopolitik apo ky investimi gjeostrategjik, por shtetet kandidate duhet që të përmbushin kriteret dhe standardet europiane. Për këtë arsye, presidenti i Këshillit Evropian vuri theksin në një angazhim politik dhe duke pasur parasysh se i gjithë procesi në dy rrafshe, në rrafshin teknik dhe në atë politik, pak a shumë ai mesazhi që për mendimin tim presidenti kërkoi që të përcillej ishte edhe në aspektin e politikbërjes, pra jo vetëm të angazhimit në fushën e përputhjes së legjislacionit, pra të standardeve teknike të procesit. Kështu që me këtë angazhimin politik, presidenti i Këshillit Evropian e vuri theksin në dy plagët e realitetit në Ballkanin Perëndimor në përgjithësi, që është ajo e korrupsionit dhe e krimit të organizuar, dhe me angazhim politik dhe gjithashtu dhe me çështjen e pavarësisë së gjyqësorit, mesazhi ishte shumë i qartë edhe për vendimet politike, jo vetëm për ato teknike. Unë kam parasysh se kjo thirrje vjen edhe në kuadrin e pezullimit të transhit të radhës do të jepej Serbisë në fillim të majit. E gjithë ishim dëshmitar që ky transh i radhës rreth 163 milion euro, Ungri, pasi transhi është aty sigurisht, nuk është se është djegur, po Ungri për shkak të disa përpjekjeve qeverisë serbe për të ndërhyrë në pavarësinë e gjyqësorit në këtë vend. Kemi parasysh që në këtë vend ka pasur dhe shumë protesta dhe ajo që vlen për të theksuar është që Komisioni Evropian, pavarësisht raportimeve dhe pavarësisht këtyre përmbushjeve të teknikaliteteve, i vendos shumë theksin edhe shoqërisë civile. Pra, ai patjetër që merr në konsiderat edhe atë çka shoqëria civile i shpreh Komisionit Evropian dhe këtë ja përcjell Këshillit Evropian. Kështu që në këtë aspekt, unë do të thoja që mesazhi për të pasur një angazhim politik është shumë i qartë. Qartë. Klodiana, doja të pyesja edhe përsa i përket deklaratave që tashmë janë bërë të her pas hershme, qoftë nga zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian, qoftë edhe në rastin konkret nga Tirana të presidentit të Këshillit të Evropës, Antonio Costa, për korrupsionin edhe krimin e organizuar. Janë kampana alarmi këto, apo le themi janë mesazhe për të na thënë se ku duhet fokusohemi për të përmirësuar performancën tonë edhe për ta pasur sa më të lehtë, le themi, rrugën drejt Bashkimit Evropian? Kam shkëputje me Klodianën, më konfirmoni nëse është ende në linjë, apo mund të rikthehemi edhe një herë bashkëbisedimit me të. Mirë, isha duke komunikuar pikërisht për vizitën e presidentit të Këshillit të Evropës, Antonio Costa, ditën e sotme, i cili ka pasur një vizitë zyrtare në vendin tonë, një vizitë e cila ka të bëjë me një agendë vizitash në Ballkanin Perëndimor, përsa i përket çështjeve me rëndësi të veçantë, por përgjithsisht për procesin e integrimit të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, ka pasur një takim
me kryeministrin Rama aty, ku janë dhënë gjithashtu edhe mesazhe drejt për drejta, por gjithashtu është bërë edhe një rezume për sa i përket procesit integrues të Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Rikthehem në bisedë, kemi pasur një shkëputje të shkurtër, qëra që ndodhin transmetim drejt për drejt. Doja të të pyesja për këto mesazhe, të cilat përsëriten gjithmonë rreth korrupsionit edhe krimit të organizuar. Janë në gjykimin tënd si ekspert të integrimi kampana alarmi apo le të themi janë këshilla se ku duhet ta fokusojmë energjinë tonë që procesi integrues të jetë sa më i shpejtë dhe më i lehtë drejt Bashkimit Evropian? Nuk mendoj që janë kampana alarmi, sepse situata është kjo që është dhe Komisioni Evropian, po ashtu edhe Këshilli është shumë i ndërgjegjshëm për këtë fenomen që është ai i korrupsionit në Ballkan, edhe në Shqipëri, por janë në një farë mënyrë paralajmërime se diçka mund të pengoj edhe procesin teknik. Dy janë mundësit. Pra, ose mekanizmi i reversibility, pra i kthimit mbrapsht, ose i ngrirjes së avancimit në